A është hëna thjesht një destinacion apo sekreti më i madh që nuk na është treguar kurrë? Në vitin 1969, njerëzimi besoi se kishte bërë të pamundurën të mundur. Apollo 11 u shpall si momenti ku njeriu preku për herë të parë hënën. Neil Armstrong u kthye në simbol të një epoke të re, por që nga ajo ditë një tjetër histori ka jetuar në hije, një histori që nuk flet për arritje, por për mashtrim. Teoritë konspirative për misionet Apollo nuk janë zhdukur kurrë. Përkundrazi, ato janë bërë më të sofistikuara me kalimin e kohës. Flamuri që duket sikur valvitet në një vend pa ajër, hijet që nuk përputhen me një burim të vetëm drite, fotografi pa yje në sfond. Për shumë skeptik, këto nuk janë detaje teknike, por sinjale që diçka nuk shkon. Dhe pastaj vjen teoria që ka bërë xhiron e botës, përfshirja e Stanley Kubrick. Sipas kësaj narrative, ulja në hënë mund të jetë xhiruar në tokë si një nga operacionet më të mëdha të manipulimit vizual në histori. Në sfond ishte lufta e ftohtë. Apollo ishte më shumë se shkencë, ishte garë për dominim global, dhe për disa kjo është arsyeja pse e vërteta mund të jetë tjetër. Por sot, më shumë se 50 vite më vonë, njerëzimi po kthehet sërish drejt hënës. Artemis 2 është një nga hapat kyç, një mision me astronaut që do të rrotullohen rreth hënës duke shënuar rikthimin e njerëzimit në hapësirën e thellë pas dekadash. Ai vjen pas Artemis 1 që provoi teknologjinë dhe hap rrugën për ulje të reja në sipërfaqe me Artemis 3. Pra këtë herë nuk bëhet fjalë për histori, por për një kapitull që po shkruhet tani. Dhe pikërisht këtu teoritë shpërthejnë sërish. Sipas disa konspiracionistëve, rikthimi në hënë nuk ka të bëjë vetëm me kërkimin shkencor. Ata pretendojnë se hëna fsheh struktura të panjohura, objekte që nuk janë krijuar nga njerëzit, apo madje dhe prova të aktiviteteve të mëparshme që nuk janë bërë publike. Ka edhe teori që thonë se misionet Artemis synojnë të vendosin kontroll strategjik mbi burimet e hënës si helium-3, një element i rrallë që mund të ndryshojë të ardhmen energjetike të botës. Të tjerë ngrenë dyshime për transparencën. Në një epokë ku çdo gjë transmetohet live, pse misionet hapësinore nuk janë plotësisht të hapura në kohë reale? Pse çdo imazh dhe çdo informacion kalon përmes institucioneve? Për skeptikët, kjo nuk është rastësi, është kontroll. Por shkenca përgjigjet ndryshe. Ekspertët thonë se çdo anomali e përmendur ka shpjegim fizik dhe mbi të gjitha ekzistojnë prova të prekshme, mostra shkëmbinjsh nga hëna, të analizuara nga laborator në të gjithë botën dhe reflektor lazer të vendosur në sipërfaqen hënore që përdoren edhe sot për matje precize nga toka. Madje misioneve të vendeve të tjera kanë fotografuar vendet e uljes së Apollos duke përforcuar versionin zyrtar. Por pavarësisht të gjithçkaje, dyshimi mbetet, sepse çdo rikthim në hënë nuk është vetëm një arritje shkencore. Është edhe një përballje me pyetjet që nuk zhduken kurrë. Apo shkojmë për të zbuluar të panjohurën, apo për të kontrolluar atë që tashmë e dim?